Histori e pabesueshme. A e shihni këtë fotografi? Është bërë në vitin 1992 në Bregdetin e Golemit. Ky bunker që po shihni, bunker topash, që do mbronin Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë nga invazioni italian dhe i NATO-s, është ky bunker që po shihni këtu, me grykën e topit në këtë drejtim, kjo që po shihni këtu në foto, grykën e topit ku tani janë shishet e verës, me derën në pjesën tjetër, me kupolën ku duhet qëndronte topi dhe ushtarët. Në vitin 1992, timi erdhi nga Kavaja dhe në këtë bunker ndërtoi një nga lokalet e para në Bregdet. Ishte nga të parët fare? Pari fare. Po ç'teshe këtu, pse zgjodhe këtë bunker, se këtu plot në bunker ishte? Do, ishte bunker, po si në fillim fare unë erdha për të rregulluar makinën. Dhe ishte një shoku im ka qenë ushtar. Kishe makinë ti në ato? Kishe makinë. Ti pas ke qenë. Ma pru vllai për jetë se pa të filluar ishte edhe po gjatë që kemi fillim fare. Po prishin sinjalet, ai shoku ka qenë këtu, ai ishte ushtar këtu. Po, duke rregulluar sinjalet e makinës. Më shkoj mendja për të bërë diçka pjesë këtu se pa të filluar shkoj me Kavajës. Po bosh fare? Bosh fare, po bosh fare. Çfarë kishte? Jo, më vetëm pish asgjë tjetër. Edhe reparti ushtarak. Ato lejoja asgjë. Unë fillim fare kam bërë punë këtu me ushtarët edhe me oficerët. Ka qenë 30 lekë, ka qenë tek e rekisë, 30 lekë ka qenë kafe turke, e bëjmë me xhezbe. Po, edhe? Me to kam bërë punën. Ata vinin pinin në kafe, në teke. Pastaj fillon tani ma thuj që kur e bëre lokal këtë, ku e kishe banaku? Banaku ka qenë kjo pjesa këtu. Siç është kjo? Ja, është edhe pjesa e dritës. Edhe drita është e jotja, siç ka qenë. Ajo është që fillim. Që fillim, ai kabulli ka qenë poshtu, ja. Kabulli që është gjithë. Që ta dini ju, sot timi ka një nga hotelet e suksesshme të jugut, të Bregdetit Kavajës. Këtu ishte banaku. Po tavolinat ku ishin? Tavolina ka qenë 1, 2, 3, 4 tavolina. 4 tavolina. 4 tavolina. Këtu rrifshe biftekun. Me këtë dhe shise për shqipja, duke bisedu me juve, për shqipja trungu, se themi trungu sa edhe. Po trungu. Edhe, po kjo ka shumë vite. Tani ti më thuj vërtet edhe çfarë ta baba. Do na ngatrosh me qeverin. Se ti e thej që po marr Pata e zonën kompletë këtë. Pata e pastruar, pata e bërë gjithë. Po bunkerin gjithja dhe shokut? Ja, shokut. Ai shoku kishte një skrep, një zotër që pastroi ronën komplet. E pastroi. Edhe duhet thonë, ti më thot, merre këtë qerën, kove me këtë qerë, edhe shko, bëje me këtë qerë, po thosh pastroje. Mbase ai vazhdoi punën e vet. Unë pastrova punën time këtu, kjo ka qenë gjithë edhe e bën në bunker. Këtë gjithë e ka marr ronën poshtë në brek, është gjysmë metër, ka tip zhavori. Po, e di. Edhe mora të shi ronën ti me thes, edhe kjo bë këtë pjesë. Kjo bë këtë. Tani nga ky bunker timi doli jashtë në vitin 1994. Po. Nga këtu shkoi në pjesën e lokalit. Ky bunker i gjithi u kthye në kuzhinë, ndërkohë që lokali u ndërtua në këtë pjesën këtej. Po. Pra lokali u ndërtua këtu. Kjo pasaj u bë kjo këtu bëna komplet pjesën e banakut. U bë pjesa banakut me kuzhinën mas shpine, derisa me kalimin e kohës, identik si në filmat që nga bardhëzi bëhen me ngjyra, erdhi në këtë pjesën këtej. Ja ku është bunkeri akoma, këtu është dhe fotografia e lokalit të vendosur mbi bunker në vitin 1994. Po, kjo është fotografia që kam bërë pasaj në 94. Këtu mbrita dhe unë me Bejta dhe Reis Qiqon për të luajtur futboll në ato vite, 93-94, ndërkohë mbi bunker, identik mbi bunker, shiheni, është i gjithë hoteli, që mund t'ju ja tregoj më mirë nga jashtë, vazhdojmë ti, ndërkohë ti vazhdove me hotelin e parë. Kur e ndërtove hotelin e parë? Në puna ime ka qenë si puna e sajtë, 7.000 shta uj. 7.000 shta uj? 7.000 shta uj. Basim bëna këtë pasaj lokalin e parë, nga 97-a, në shtatorën e shtatës, i futa pasaj rrëdhe qerke blindat, rrëdhe qerke bunkerit. Edhe qarë bërë? Pasaj bëna pjesën e restorantit, bëna dhomat 43, pasaj bëna dhomat 44. Po, ky është hoteli i parë, ndërkohë ishte ballë për ballë edhe pjesa e detit, edhe bari ishi yti këtu? Po, bari është bërë të shimrapa, po kjo ka qenë komplet, kam pasur qide. Bari është bërë tani mbrapa? Të shimrapa, është pjesë beach barit kjo. Dhe gjithë pjesën e bregut ti e administron vetë? Komplet. Në kalimin e viteve, ndërtoi dhe hotelin e ri. Shifeni ku është, Eliseo i ri, tjetri, që janë të dy. Pra, i vjetri, i riu, bunkeri brënda të vjetrit. Apo jo? Po.
në këtë pjesë, ndërkohë që po të ngjitesh sipër, mund të shohësh pjesën e pishinës Infinity Pool dhe të turistëve. Vura re që është vetëm e turistë huaj. Vetëm turistët tuaj. Po Ja dhe edhe dushet ku i ka vendosur përballë. Të ecim këtej në pjesën e pishinës që është shumë e bukur. Po më thoshe turistë huaj të gjithë. Çfarë janë? Turistët tuaj janë austriak, belgë, çek, francez, gjerman, ka tash. Edhe gjerman. Po edhe gjerman. Do të thënë, këtu ti ke ndërtuar hotelin me pjesën e shërbimit a la carte dhe me shërbimin all inclusive. Edhe pishina që nga shumë e bukur. Po babai çfarë tha kur fillove të ndërtoje merreshe me hotele? Pastaj babai u fut vetë, u fut në punë pastaj. Filloi kapi në punë, u fut në punë, kapi kuzhinën edhe filloi baba po. Edhe gruaja ime, se ne kemi punuar gjithë biznes familjar. Po patjetër gjithë bashkë. Unë gruaja më tepër filloi me bëre. Bukur pjesa këtu. Filloi me punu komplet. Kjo është pjesa e pishinës së gjitha. Ndërkohë këtej shkojmë pjesën e brendshme. Ky është restoranti a la carte, Po, kjo është a la carte. Zakonisht vinë me a la carte apo kanë më shumë all inclusive? Jo, ka all inclusive është kanë pakete, ka dhe tjerë për shkak që ka dhe vetëm me mjesin. Ecim për shkuar, po. Ka dhe vetëm me mjesin edhe aja filloi bufeja e halfboardit, po i shofi të gjithë të huaj, të gjithë të huaj të huaj. Vinë me agjensi? Me agjensi, ato. Po pse duhet vi një francez, një belg këtu, apo kanë çmimet e lira? Ndoshta kanë çmimet e lira, po është edhe ajo tjetër që kanë kurreshte me pa Shqipërinë, me pa udhtojnë nëpër Shqipëri kur vinë? Udhtojnë. Nuk vinë vetëm tash pjesa e fillimit të verës, janë ture, që janë mjesë darkë edhe gjatë ditës. Ata lëvizin e shohin në Beratin, shohin Gjorokastën në Tiranë. Shohin, vizitojnë. Po vizitojnë gjithë. Tu po shkoj tani në pjesën tjetër, që është pjesa e recepcionit. Ke 80 salloma në të dy restorantet. Në dy hoteleve. Kjo është pjesa e recepcionit, pjesa shumë e bukur. Ndërkohë këtu e ke nisur. Edhe rrugën e ke bërë ti vetë i pari, e? Të dyja rrugët, një pjesë rrugë që është atje. Edhe këto fillim fare, se një rrugë kryesore ka qenë që është pjesa e Makalbanjes, që është atje. Ajo ka qenë fillimi i rrugës që vjen për. Ajo ka qenë vetëm rrugë që kalonte. Nëse këto ka qenë Brik kanali. Kjo një, edhe pjesa tjetër ajo aty. Ato ka qenë pisha duke preke fare. Fare. Unë do më rrit se ashtu që ka bërë. Po, e di. Këto ishin pishat e vjetra të viteve të komunizmit. Në fakt, ko zogut janë, këto i ka pas mbjell Fulci. Fulci të rëgonë gjitha. Shkolla bujqësore e Golemit. Më thonë që i kanë mbjell me kosha. Me kosha? Me kosha, mas gëtë lame që të rëgonë. Me kosha që majnë to fshatarë për... është, shive qëfar historie. Nisi me këtë bunkerin këtu, është ky hoteli që kemi ne, mbi kokë, historia time dhe është babarë. Qëfar bëje në atë kotim? Qëfar profesioni kishe? Hidraulik. Do s'kishe lidhe me shërbimet fare? Fare, asgjë. Po ku gjete furnizim në 92-shin? Furnizim, pasaj duke mësu. Po kishe makina dhe ishë një shokim që mirët edhe peshkë në Divjak. E mirët nga Divjak e qënte të uremi folit. A i ndërkot cilë dhe ty pak? Ishë dhe bu peshkë. Ty fillon pasaj gjete edhe bërimin e peshkë pasaj. E dhe me të fortët, nuk peshkë di që peshkë, por nuk dalloja kush ishte lefrikë me qefullin. Atëherë e mësoj kush është lefrikë me qefullin. Atëherë mësove kush është lefriku. Kjo është historia e sipërmarrjes shqiptare është tipike, ja. Nga ky bunker në këtë hotel, në këto hotele rreth rrotull. Tip shumë faleminderit dhe suksese. Faleminderit.